Prandaj duke i marrë gjitha këto, duhen parë masa që persona që në mënyrë pa drejtë ke shumë kuadër që rrinë rrugëve kot, ndërkohë doset janë me metër kub. Me përjashtim traseve se ke edhe shkarkime drejta për vërtetës, por ke pjesën më madhe të personave që janë largu kot t'i kthehen punës, të mbarojnë dosjet. Është shumë e rëndësishme dhe të mbarohen dosjet dhe me cilësi të lartë, sepse që të bësh një çështje penale, të bësh një çështje civile, kërkon shumë punë, kërkon njohje të ligjit dhe cënon liritë e drejtat të personit. Se nuk është se po ti marrojmë, hajde ti vemi vul gjithë aty në vendime. Nuk është që thjesht patjetër. Vendimet shkatrojnë jetë ose vën drejtësi. Po, reforma duhet shofi këto të parat, sepse kjo kolon ka rënë. Kemi dhe aksesin drejtësi që ka rënë. Kemi për shembull shkrirjen e disa gjykatave në mënyrë të padrejtë, për shembull qytetari i Krujës vjen në Tiranë. Pra ka humb aksesin në drejtësi. Për koincidencë, për shembull, se po shifsha një ditë, OSBE-ja kishte bërë një seminar në Pogradec, kishte bërë një seminar për aksesin në drejtësi. Për koincidencë, gjykata e Pogradecit ka shkuar në Korçë. Pra qytetari i Pogradecit që po rrinin këta ka shkuar në Korçë. Pra OSBE-ja duhet thotë të vërtetën, shiko se ka qenë gjykata Pogradec ishte mirë. Pra këta bën një seminar Pogradec shumë mirë, bën afër liçenit, por po diskutonin për aksesin drejtësi që ka shkuar në Korçë. Kështu që duhet parë ndarja territoriale, janë disa gjëra që duhet shikohet. Reforma ka pasur qëllimin e mirë, por aty ku ka ngecur, aty ku ka problematika, duhet i kapim. Domethënë mos gjejmë fajtor pse ndodhi kjo, por ne të marrim masë që ta riparojmë që të ecim para. Çdo gjë, çdo punë, çdo riparim që bëhet mund të ketë një problem. Kur mohohen problemet është më e rëndë se sa kur thuaj jemi mirë. Nga kam një pyetje të fundit për BKH-n. Çfarë po ndodh me BKH-n, Byroja Kombëtare e Hetimit, një institucion shumë i rëndësishëm në ndihmë të SPAK-ut? Tani BKH-ja në vetvete është, domethënë, në kuptimin procedurial është policia gjyqësore që është pranë prokurisë posaçme të SPAK-ut. Dhe policia gjyqësore ligjin kryesor që funksionon ka kodin e procedurës penale. Pra, oficeri i policisë gjyqësore kryen detyrat e vëra nga prokurori, pyet dëshmimtar, merr masa për parandalimin e veprave penale dhe detyrat janë përcaktuar në nenin 30 të kodit procedurës penale. Tani në lidhje me konkursin për drejtuesin e BKH-s. U bër faza e parë, u bën aplikimet dhe ishin 13 kandidatura. U bën një farë vlerësimi nga komisioni dhe nga 13, vetëm 7, si mas komisionit, i ka njoftuar që domethënë që ju do vazhdoni konkurimin për fazët e tjera. Në konkurim për fazët e tjera janë testi fizik, testi psikologjik, testi poligrafit, eseja, dhe janë shumë të rëndësishme. Dhe testi fizik, domethënë është shumë i rëndësishëm, sepse oficerët e policisë gjyqësore të thjeshtë ose antari i BKH-s duhet plotësoj kriteret fizike. Aq më tepër shefi i këtyre duhet të jetë më i fortë në kuptimin fizik që të jetë dhe ai i fortë fizikisht që të bëjë detyrën. Plus të plotësoj kriteret fizike. Kriteret fizike cilat janë për ta mbyllur? Kriteret fizike bëhet një garë 800 për kohën e caktuar, do bëj pompa toke, gjitha. Dhe shifet i plotëson kriteret apo jo. Do sugjeroja SPAK-ut këto kriteret, domethënë këtë konkursin, për aty të ishte mirë, të ishte i hapur, se nuk është një sekret. Pra të shifshim kandidatët duke vrapu sa të fuqishëm janë. Do ishte diçka e mirë. Nuk po themi për testin e poligrafit, sepse testi poligrafit diçka personale nuk mund dalë. Kurse testi fizik është diçka që shifet live, domethënë i plotësojnë kriteret fizike apo jo. Sepse është shpreha mendja e shëndosha me trup të shëndosh. Mirë, besoj sugjerimi jot ka